Hello, përshëndetje për krejt, jem Labinoti dhe sot jena rikthyer prapë me video në re. Po kemi video gaming, ashta jeni mësuar të shte Labinot TV me Povits Gaming. Sot këtë video jam të bu setup tour. Jam të dosh me tregu setupin, me ju tregu faktikisht që ashta mbas kësaj videos ju del të të me YouTube recommended. Adi që me të tregu që Labinoti, se nashta gjysa prej juve më njeni se kom bo TikTok-a, ma herët kom bo dhe Ome TV vloggersi në channelin tjetër, edhe ato, edhe në ato kena mu këty shumë shpejt. Lëvës shka, peshta mi të regu me këtë idea setupin tem që ma në fund, elhamdulillah bizotit, më bu një farë setupi, jo më nuk me bu një farë setupi që me fillu me video gaming, kom pos, pa gjënë si andër shmati, që shkujmë kanë qikaq. Peshta mi të regu në detaje një ka një që ta shkeni me po jo se qka o kompjuteri jem, qfar kompjuteri kam. Qeni të bon setup që ta shkom ja të regu detajisht, dhe kështë kejt me nën me kejt me valla. Të që ljus qka kështë në videon e besoj që keni me bu subscribe Labinot TV tash masi YouTube, besoj, javlim, besoj se javlim se kanë morë shumë video të reja, shumë sen. Go. Ok, ljus qka pianisën piksoj, kjo është peti një qka është, te që është visht një kështu një farë dritës që ma mundësa mu, kur të bëj video mu më po ftyra dhe zakonisht të leo telefonin që të nuk e leo ati në tripod, tash i vjen koha dhe ati shpjegoj me ato. E kom ble këto, e kom lonë që të për arsye se kënej pamja ka jem të gjiru ka peqes ftyrën që kënej që të kam dhe pamja ma mirë. Ka vëzim edhe tripodin e kom ble havet, se dje e kom përdor, porqë që e përdora, një 2 hera 3 me sap e kom përdor, se kom përdor shumë pasha një alla besëm një vit që kom ble që ashtu se më ka pëlqy dhe me nejshë kështu vetë me veti që bëtin kam më kry pun, ko gjasi shumë, dhe kom morë po 9 se ka njeri ka bona bëtin kur të kutët, thojnë edhe për mundët, it's okay. Shkojmë të mikrofoni, ky mikrofon është një mikrofon podcast ku besëm një që e merë zërimin shumë edhe shumë kualitativ se u lidha, fuck this shit. është një mikrofon shumë nice, më kene ka me ku shumë e ka lidhjen e thjesht, ku po më mundësëm tepër shumë thjesht veç e shti këtë kabelin që shkishte me thënë edhe Hamza. Kur për një të tonë kabeli për më kollë, bravo Hamza. Se për mena në video s'ka lidi. Respekt e bru. Shkojmë të mausi është mouse Meteon ku edhe këm ka kushtu pak, ka kushtu pak. Po mira, thojnë shefi s'paguhet me kur gjë heq. Po, zdi se i pat DPI valla. Kom harru pasha një, alla se kom ble para 2 muje. Do këtë që i pat 6.000 diçka. Kom harru, mos dal tash në rran me juve. Qëto e ka këtë farë mundësin në siteti. Mi arrejt, është që ku lezona këtë Meteon Gaming Athena. Manina. Shkojmë të testatura. Testatura është Wakizaki ku këtu e keme nal dritat mi shu. Tani me këto mi zvoglu dritat edhe mi rrit. Me këto dyja vajzën vetë. Kështu në edhe vetë. Okej. Nuk në interesën shumë se testaturë mo. Gjuse, ku se u ljuda të nejnë komej. Të i shpjegu besëm një që beta të mdi. Që të është që kja farë. E kanë një farë zërimi shumë të mire morrin. Po më krymë punë dëri që ta shmira. Qatë minut që së më krymë punë, veç që qesëm që atjetë farë komodët, që i kam do komodët që i lo. Sanë që s'jam të mvyq tash momentalisht, që ati edhe i bitjerat. Edhe kja farë mbajtëse e ndëgjuj se është që kja ku i kom ble ndëgjuset qëto, i kom ble edhe këto. Njëtin ven. Po s'pe tregoj venin se nëse ju intereson dikojna ku i kom ble, atëhere më një më shkru në Instagram, që Instagram në që të pjallë që të shurup. E qita, zdi e po, ti. Okej, boksat janë marvo. Boksat kanë një farë zërimi shumë interesant, ku besëm një që farëzërimi qesin, pasha një allatë takona deshi me një. Pasha allojnë ku, a di që ma thënë, qëre e ka këtë vish me prejk, edhe i nalën dritat, që tash në qëfëse unë e vish që prejki këtë, ja u dhejzi dritat boksave. Janë RGB, kanë gjyra, it's okay, që kja është boksat. Kjo mousepadi është Barracuda. Qëtu e ka një farë, ati qëtu të testaturat që të flok,
Zar luja bëdin, kanë erë mirë bi kur të luj kanter, po mira. Mira është apet, mira, se janë olëm në bëdin. Bisi është ty më flokën mrena, e kallë vetën kë. Ma uspet, mos kemë që ka me folë, është 80 me 30 dimensioni, ama më përci tavolinë që e kam, pregoj edhe tavolinën. Monitori është Dell, është 27 inch, qush edhe otu po, e kom pas një monitor shumë i vogël u konaj, besëm një me to, as dhe i mbanjo së në shkoj shumë. Ta shkojmë të bisha, loçka, kja është, jo bish, po mund t'i themi që labinuti ka përforcu kogja si shumë. Shtepiza, apo kompjuteri, këto performanca, procesorin e ka se ka dhe ka ku me ditë shka, është Intel Core i5 generata 3.20 GHz 2 herë, ramin e ka 18 GB, e kom shtu ramin, e kom për loja është special. Kartelën grafike është Nvidia, vishte këfjo dhe qëtë, Nvidia GeForce GTA 1050, nuk është TI, është 2 GB, ko lojt njëherë për njëherë ato i që mirë, nuk ko me ditë shka, bëdem, wow, veç, e pot, tash jau të regaj dhe grafiken tjetër që ato mnejt, po përshkak se plaka nuk peqën se oversufflojnë që kam kompjuter është 250 volt dhe kartela jem që e kom morë 8 GB ato lyp rrim më shumë. Kë o pa rrim, kë i ka veç 28 volt. Komplet grafika që ja merë kompjuterit i ka 28 volt, që është ka fshat e letë për 250 volt. Qëre e rami këtu është meq, 18 GB, që tash available i kem 15 GB, që mujna me kësuj ndorso me to me kalla hingit familjare. Rami është 18 GB DDR3. Ja, mami. Nuk është nëjë këfar kompjuteri apë din, wow, që me dosh labinuti me rritmenën, besëm që s'jem të dosht me bo kur gjëheq apë din që kom bone diçka, dhe që jem të dosht me të regu se topin. Edhe mas kësajna, subscribe me di që ka orë një youtuber i ri në YouTube-in ton të dashu. Qëto kënë njerës, s'po ti të regu më shumë, kabel managementin kësore që kom bo, shumë jam gji, qërë ma kabel management, pos ma usin e kom lënë të më vy, që ti është edhe kabli i mikrofonit, që e mundësën lidin të një këtë të shtepajza. Qërë kabel management, qësh i kom të firat që ati, a di që mos më duk shumë, që kënej anash i kom qitë një daleta, ditë që më do pak ma mirë këtë setupi kur të rrione. Ma shumë e kom bu për qef temi, më vëlloj besëm një se sa për më duk mirë njerëzve. Dhe që të por rri thuja pi orës 7, deri në ora 5 jem punë, si po vipi 5-ve, lagaret në që qëto më keni. Që kja ke, shpesoj që kom të regu e kom shpjegu mirë këtë farë setupin. Pet një dhe pak. Me dhe vajza, që kja ke videja, shpresoj ju më ju pëlqy, besoj që ju ka pëlqy direkt këtë se është shumë një video e qartë. Unë që tash momentalisht të regohat që kartelin grafike këtu e kam 2 GB për shkak se edhe kartelin tjetër që zbesoni që e wait. Po të morë dhe i noti që të nejtë kartela që aty e nuk është të montu me në kompjuter. Për shkak se që kjo kartel i vynë 275 volt për me shumë kompjuter. E kompjuteri jem momentalisht i ka veç 250 volt oversuffly. E kom bledhe po oversuffly-n tjetër, edhe po oversuffly mu kallëzu pak ma korrekt. Ja ku jam. Që ku është edhe po oversuffly e kom blej në Gjirafa 50, kjo është 600 volt. Krejt kom dosh me montu e krejt, pas kur kom dosh me montu e kom pas që plaka jem nuk i ka qikaq. Sa kja. Edhe që aty jom të shpru me hitë, e kom provu po oversuffly të punu, që të shkam rego. Kartela grafike i ka qike, i ka 8 GB, është GeForce AMD R9, 8 GB po. AMD R9 390 po, që kjo është 8 GB. Yes. Është një kartel që e kena testu të ajmjeshtri kur e kom nëshu me këshurat të bo mas pari. Se e kam dhurat për gjagjit, këto se kom blevene, këto ma ka blej gjagjit në Gjermani, edhe ma ka pru këto shifet edhe kjo, cilën edhe fultret. Që kishte me tem labinoti fultret. Këtë që më ka dhëzimu ma korrekt me ju ja të regua qëta, se nështë nuk ju kanë interesu heq, po mësë mi o do në rank. Bo, ku vjeni noti ka përsha valloj që të po oversufflojnë edhe këtë farë kartelin, po vesh jem të prit me amër zotit, jem të prit të pare me shku me bli një plug, apo një plug kompjuteri gaming, edhe me kësyr, a i ka
këta farmi ashti njëci. E shpresoj që thojë çdo që u tregova, ju kam pëlqyer drejt. Bëni një subscribe Labino TV që mos më hub asnjë video. E video në radhës kësë keni zoti ju rujtë të tëmve, faleminderit për suportin që më jepni, se si 60 views, si 70 views, si 80 views, dikur ato kanë më rrit, nuk kanë më nejt gjithë. Edhe një herë zoti ju rujtë të tëmve, faleminderit shumë për suportin që më jepni. Hajde, ai kërse kur kena më.